Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes me gjithë zemër dhe ju uroj një ditë të mbarë. Një ditë ku zakonisht reflektohen shumë çka nga hapat e djeshëm edhe që merr frymëzim për të sotmen për të realizuar gjëra të bukura dhe të mira me shpirt të pastër dhe vullnet të mrekullueshëm. I ftuari im sot është një këngëtar i skenës. Në moshën vetëm rreth 16 vjeç. Ai ka kaptuar skena që përfshin skena ndërkombëtare, kompeticione të ndryshme me patent ndërkombëtare, një ecuri të mëhershme në Shkodër me konkurse në vendet e para e shumë çka që e bën ecurinë e tij si këngëtar mjaft të suksesshëm. Natyrisht cilësitë vokale, prirja dhe talenti që ka në këtë fushë tregojnë më së miri se ai po ecën me mjaft sukses në rrugën e skenës. Tregues i fundëm janë 2 veprimtari të ndërkombëtare që e lançojnë në skena të mëdha, siç është Festivali i Gjuhës dhe i Kulturës, në finalen e tij në Chicago të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku i vetmi përfaqësoi Shqipërinë mes 14 shteteve nga e gjithë bota dhe më pas disa ditësh duke fituar çmimin e produksionit në Prishtinë në festivalin We Sing dhe duke fituar një ecuri të mëtejshme në një produksion të arshëm artistik. Me mua sot në studio është Klevi Kateta. Mirëmëngjes Klevi. I pranishëm shpeshherë në studion e radios, por ç'të bëj unë, ti ke një aktivitet kaq të spikatur sa jam shumë e detyruar që për këto talente të reja, për këto këngëtar që përfaqësojnë Shkodrën dhe Shqipërinë, të kenë gjithmonë një vend të nderuar këtu në studio. Besoj se një aktivitet i bollshëm, intensiv apo jo? Po, vërtet, e gjitha filloi nga aktiviteti që kisha në Amerikë, në Chicago, ku morëm pjesë një grup, unë së bashku me disa ish pjesëmarrës të këtij aktiviteti përfaqësues të Shqipërisë dhe shkuam në Chicago për një eksperiencë siç ishte i FLC, Festivali i Gjuhës dhe i Kulturës. Bukur shumë. Po faktikisht nuk është praktika e parë në të cilën ti ndeshesh. Përkundrazi, ti më herët ke bërë një stërvitje shumë të mirë që në voglinë tande, që në klasën e parë madje me bilbilat, me festivale të ndryshme. Filloi që moshën 7 vjeçare, ku bana pjesë të qendrës kulturore të fëmijëve Kujti Malia dhe u spikata si një nga talentet e vegjël të Shkodrës nga mësueskujtimi, edhe e gjitha filloi në ato bankat e shkollës në qendrën kulturore dhe më pas talenti jam evolui me kalimin e kohës. Gjë shumë e bukur. Unë do të kujtoj edhe patenta të njohura siç është Albanian Got Talent, në cilën ke spikatur dhe ke dalë në vendet e para, madje mund të ishe i pari për mua, po aty. Shumë bukur. Kanë të cilat janë sfiduese për një moshë të re, por të realizuara shumë bukur. Edhe kjo periudhë, siç tham, ishte shumë intensive. Ishte pjesëmarrje në Festivalin e Gjuhës, po i marrim me radhë sepse janë disa. Në Festivalin e Gjuhës dhe të Kulturës tashmë që ka krijuar një disa vite që është viti 23 mos ka bufsha i Festivalit Gjuhës dhe Kulturës, ku këtë vit u mbajt në Chicago në Amerikë, edhe u përzolla si i riu që do të përfaqësonte Shqipërinë atje në Amerikë. Sa bukur. Dhe kujtoj disa nga emrat që kanë marrë pjesë pikërisht në këtë festival dhe që kanë përfaqësuar Shqipërinë në vite. Po e filloj me Ingrid Havalja, Arsel Dimuça, Klajsa Kateta, motra jote e mrekullueshme. Tashmë Klevi, si erdhi ky përfaqësim? Domethënë, si u ngjitën shkallët deri në atë finale? E gjitha filloi kur u njoha me programin e FLC-s në rrjetet sociale, ku bana pjesë dhe mora pjesë në FLC-n organizuar në Shqipëri, dhe
ka marrë pjesë për 2 vite rresht, ku gërvetur e ndita i treti, dhe u përzgjollën që çmimet e para të shkoshin në Gjermani në festivalin në konkurrim, ndërsa çmimet e tjera do të shkonin në ture në Evropë dhe në botë, në mbar botën, ku turi në cilin unë shkova ishte ai në Amerikë. Çfarë ndjesie të dha pikërisht një agjende tillë? Ishte një emocion i papërshkrueshëm, për shkak se ishte një vend shumë ndryshe nga këtu, ishte një eksperiencë krejtësisht ndryshe nga çka kisha përjetuar më parë, ishin njerëz të vendeve të ndryshme, me kultura të ndryshme, me gjuhë ndryshme, dhe gjithçka që na bashkohej ishte po e festivali dhe këndimi, performancët që secili kishte me ba. Ti shkove me një material të përgatitur, apo çdo gjë ishte atje e përgatitur në një praktikë të re artistike? Materialet janë përgatitur atje në Amerikë, ku kena ndajt për 10 ditë, edhe shumicën e materialeve i kena pas në kor, pjesë korale, ku jena njoft mbase me 3-4 materiale, por pjesët solo ishin të vendosura kur kena shkuar atje. Ti u përzgjodhe në mes të tjerëve që të këndoje këngë solo, apo ishte diçka që tashmë e kishe fituar atë vend si solist? Po, unë kam kënu 3 solo, ku njëra ishte kanga turke Gülerin içinden, tjetra ishte kanga shqip që e kam kënu me Klejda Bashotin, e cila është një vajzë nga Kosova që përfaqësonte Kosovën, dhe kangën tjetër është kanga himn i festivalit Gjus, ku përzgjolla vetë me një vajzë nga Tajlanda, në mos gabojsha. Pra, edhe atje në finale ke shkuar në finalen e finaleve. Ishin nuk ishte sfiduese që të kalosh në 3 karaktere të ndryshme këngësh, nga kënga turke te kënga cila ishte kënga shqiptare? Kleiden është kanga Duje, që ka përfaqësuar Shqipërinë në Eurovision, edhe kënga Albina Kelmendit, edhe kanga që kam kënu himn është Colors of the World, dhe Turkja Gülerin içinden. Në 3 gjuhë të ndryshme. Prandaj quhet edhe festivali i gjuhës dhe i kulturës. Besoj se kënga shqipe ka jehuar emocionin, është krejtësisht ndryshe. Duje, një mesazh shumë i fuqishëm. Jehon të gjuha shqipe në atë sallën e madhe, ku në atë skenën plot emocione që të mbërthente, edhe ishte një emocion shumë i bukur. Po mirë, kishte shqiptar atje? Po, kishte plot shqiptar që valviçin flamurin shqiptar në sallë, edhe na bote mundi shumë krenar fakti. Po mirë, mund ta këndosh vetëm pak. Po. Është mëngjes, unë të ve pak në provë, zakonisht këngëtarët nuk këndojnë në mëngjes, mund të këndojnë në zë kur ngrihen nga gjumi, por që të këndosh kështu, megjithatë ti. Ti duje, si dikur ti duje, a dashni ti ruje, sa jetën ti duje. Bravo, e çfarë melodie. I shohin edhe në insert këto materiale dhe vërtet kur i shikon çfarë emocionesh të ringjallen? Kur shikoj veten duke kënuar, përgjithësi nuk është kurrë njëjti emocion si kur jam në skenë. Absolutisht. Edhe mendoj që si jam edhe një herë atë në skenë, ndoshta më dhan diçka më shumë, ose me shiu më shumë atë moment, për shkak se sapo kryj performancën në një farë nostalgjie për këngën që sapo kënova, edhe është një emocion më vete. Pra gjithmonë ke diçka për të shtuar më shumë. Dhe kjo është ai frymëzim që të jep të hedhësh hapa të tjerë. Ti shkove vetëm atje apo si? Në Amerikë kam shku me shoqëruesit dhe me këngëtarë shqiptar që kanë qenë më parë në FLC, siç janë Ingridi, Selma Bekteshi dhe Gjani Jesku, të cilat i falenderoj shumë. Edhe Selma, Edhe më kanë ndihmuar gjatë atyre dhe ditëve për materialet muzikore, për interpretimin tim skenë që më kanë dhënë maksimumin. U mbushë nga ai aktivitet, besoj, por erdhe me njëherë në Shkodër apo si ndodhi, sepse me sa di unë ke pasur një argjend të shumë të ngjeshur artistike. Atje është një histori shumë e bukur, sepse para se më shkoj në Amerikë, aplikova për festivalin We Sing, që
organizohej në Prishtinë dhe Po, ne këndojmë. po. Edhe në Amerikë moti ftohtë Bor, Air dhe mundesh me Rizzanin për shkak se sapo të visha këtu në Shkodër kisha me ba vetëm një përgatitje të vogël edhe me shku në Prishtinë në këtë festival Vising. Po mirë, në Amerikë këndove një këngë turke, një këngë shqipe, natyrisht, edhe një këngë në anglisht, këngën përfaqësuese të festivalit. Kur e përgatite këngën për festivalin e Prishtinës? Atëherë unë punoj rregullisht edhe që me pas materiale gati, edhe një falenderim shumë i madh gjaj me falenderu gjyshën temë të kantus Klodiana Brahimi, me cilën punoj shumë materiale nga më të ndryshmet. Sopranoja e mrekullueshme shkodrane, e cila nuk e humb asnjëherë lidhjen me qytetin e Shkodrës pa çka se jeton në Itali. Keni materialet ishin të punuar vazhdimisht. Sapo kryej gjejmë një material tjetër me cilin vim të dy palë dakord për me punu edhe just pakove ishte materiali që zjollëm për me marrë pjesë në Vising. Kjo është diçka e veçantë. Për ty nuk ka pushim, prandaj janë këto rezultatet që ti arrin në skenë. Du me të pyet diçka, kur del në skenë, çfarë mendon? Për çfarë mendon? Dukesh paksa me një pritje brenda vetes apo ato hapat e parë që sapo ngjitem në skenë janë të papërshkrueshëm. Janë emocione shumë të mëdha, janë ato emocione që të bajnë me menu dy herë se për shej të dalë me këtu. Duhet me shiju këngën, me dhënë maksimumin tënd dhe gjithçka tjetër më është punë që bëhet. Jashtëzakonisht bukur. Po më kujtohet një prej interpretimeve tuaja në Albanian Got Talent. Mon amour? Mon amour. Një këngë shumë e vështirë, por e detajume në çdo qelisë në interpretimin tënd. Ndoshta këto fjalë po ma ilustrojnë shumë mirë atë interpretim i cili natyrisht është vlerësuar shumë. Në Prishtinë shkove më një herë sa zbrite nga avioni, 2 ditë në shtëpi dhe atje. Qëndrova pak në shtëpi, sa mora vedin më oraret edhe më pas u nisa më takoj pushim 3-4 ditë. Edhe më pas u nisa për më shumë Prishtinë dhe më marr pjesë në festival. Po çfarë këngë këndove atje? Këndova këngën Just Walk Away e Celine Dion. Paske zgjedh këngëtaren time të preferume. Ajo ka një za qellor. Vërtet. Edhe besoj se ta zgjedhësh një këngë të tillë është një super sfidë. Është një sfidë shumë e madhe për shkak se unë jam bariton edhe më desht me përshtat tonalitetet, mandej puna është gjatë tjetër, duhet me punu vazhdimisht që me i pas gjanat me të ardhë vedit të një pas njëshme, mos me i pas të na probleme së bashku me të mlallë për njatë. Ti ndoshta në këto momente thua inshallah s'po më thot Merita ta këndoj sepse megjithëse është mëngjes ti e ke dhe se ke të vështirë ta këndosh, prandaj përgatitu pak më vonë, por unë dua t'i drejtohem skenës së këtij festivali. Aty ku Drena Bazi, këngëtari që ka një famë do të thosha, jep çmimin e produksionit për shokun ton nga Shkodra, kështu e thot. Ja ta ndjekim. Edhe çmimi i produksionit ja japim me plot merit shokut nga Shkodra, i cili ka pasur një performancë. E pritsje? Dhash maksimumin. Në një farë mënyrë të pritja, por konkurrenca ishte i fort, pas ka fakti se isha konkurrenti ishim 2 konkurrent më të veçlit, për shkak se më që ishte 16 dhe sipër. Kishte vokale shumë të mira, por në fundit të vlerësohem çmimin e produksionit. Jashtëzakonisht bukur. Kush merrte pjesë aty? Kena këngëtar nga Shqipëria, nga
Kosova, nga Maqedonia, Malezi, këto vende kryesisht kanë. Edhe moshat të rritura? Moshat nga 18, 20 e sa vjeç, 30 vjeça. Kushdo që ka një talent Po, muzike. ti nuk u trem. Ishte pak e frikshme, por duke qenë se të gjithë ishim selekcionu 15 veta nga gjitha këto vendet, nga shumë aplikant, e disha që nuk më kanë zjellë këtë dhe jam një pretendent, për shkak se tani ishin vokalet mira. Bravo, besimi tek vetja. Është diçka që të je forcë. Në fakt, cila ishte këshilla që të dha profesoresha jote, Klodiana Ibrahimi, të cilën unë e përshëndes. Klodiana Brahimi, se shpesh më thotë mos më thuaj Ibrahimi, Klod të përshëndes edhe një herë me shumë kënaqësi. Si që thash, ne punojmë intensivisht javë pas jave për materiale nga më të ndryshmet. Gjithashtu ato këshillat, ato vërejtjet janë gjatë seancave dhe kur ne përfundojmë këngën, thjesht më thotë Klef shijoje dhe ki parasysh ato kritikat, ato gjëra që vetëm unë e ti i dina. Unë nuk di asnjë prej kritikave. Këndoja si të kesh qefe në këto momente, të gjithë ato që po na ndjekin janë gjithë syresh tek ty, Klevi. I know I never loved this way before, and no one else has loved me more. With you I've laughed and cried, I have lived and died, what I wouldn't do just to be with you. I know I must forget you to go on. I can't hold back my tears too long. Though life won't be the same, I've got to take the blame and find the strength I need to let you go. Just walk away, just say goodbye. Don't turn around now, you may see me cry. I mustn't fall apart or show my broken heart all the love I feel for you. So walk away and close the door and let my life be as it was before. Kjo është një kulm që nuk dua ta dëgjoj tashmë, sepse është mjaft e mrekullueshme. I just walk away. Wow, ti vetëm dhe sa nxit se është edhe në titull kjo këngë, po një këngë që ka një shtrirje, besoj se të ka dhënë hapësinë, të ka batrim me këndu, sepse ka disa kalime të jashtëzakonshme në gjatë ecurisë, por bravo, të lumt. Të guxosh do të thotë se i trim. Nuk do të thotë vetëm trim të tregosh forcën e muskujve, përkundrazi. Gjë shumë e bukur. Ndjeva një kënaqësi, telefonove me një herë familjen, Zyshen. Familja ishte me mua dhe i përjetu me bashkë të qaste, por telefonova Zyshen, i thash, Zyshi ishte edhe më përgëzoj sigurisht edhe më tha që sërish kena dalë. Bravo. Keni shumë beteja të fituar me Zysh Klodin dhe për këtë dua ta falenderoj edhe si spektatore dhe si shkodrane që po përgatit një talent, një yll në ngjitje, siç është Klevi. Bravo. Në fakt ky çmim produksionit ka një domethënie. Edhe domethënia është pikërisht në fjalën e këngëtarit të mirënjohur Sabri Feyzullahu. Ta ndjekim. Çmimi i Wisin, i produksionit Wisin, e Shodreni, Drenavozi, zbashku me Rinorin dhe studiot më të mira që i ka Kosova, ka
t'ja kompozojnë një këngë me një Pra, ti je përpara një projekti tjetër artistik, apo jo? Nga janar do të fillojmë përgatitjen me Drenan Bazin edhe producentin që ishte Rinor Okmeri për krijimin e një materiali muzikor që do të jetë në bashkëpunim mes meje dhe Drenit, ku do të krijojmë një këngë që shpresoj të dalin sa më bukur. Sepse Dreni ka një aktivitet shumë të madh edhe në Europë me koncertet e tij, kështu që dyert po hapen njëra pas tjetrës për ty Klevi, apo jo? Bukur. Po siç duket rrugtimi ka qenë i vazhdueshëm, ne kemi bërë një emision për mbështetjen që e keni dhënë bashkë me grupin e tjetër të përfaqësuesve nga Qendra Kulturore e Fëmijëve Kujtim Alia, festivalit në Tbilis të Gjeorgjisë me këngën Fruta Perime Kroni Pulës, dhe kështu që ti mbërrita më në fund në shtëpi me gjithë këto bagazhe artistike që ndoshta si kishe menduar ndonjëherë. Ishin secila me atë veçantinë vet, me atë gjan të bukur që e karakterizon secilën prej tyre me eksperiencat e veta, me ndjesitë e veta, edhe definitivisht nuk ishin eksperienca të planifikume apo rezultate të planifikume. Ishte gjithçka ishte spontane dhe mos e ndihme. Bravo. E erdhe por pa ulur ende në karrike shkolla jote, e cila është një gjimnazi mirënjohur në Shkodër, të tha Klevi, ne kemi testet, ne nuk mund ta kalojmë kështu. Kemi testet. Si ishte ajo? Si janë këto ditë intensive për ty? Janë intensive, siç e tha edhe ti, por me një agent të menaxhume, me një agenditorë të menaxhume janë më të lehta, e ke më të përcaktuar siç e ke më bë, dhe gjithçka shkon më mirë, më drejt. Gjithë ky rrugtim kishte lidhje her pas here edhe me shkollën? Nuk mund të them që kishte lidhje me shkollën, por jo, kishte lidhje ti me shkollën. Po, patjetër, me shokët e klasës, me zyshat, me nis shënimet, gjana që më mësu kur isha rrugse, dhe po, sepse nuk më lejonte dot koha që më ndajt mbrapa. Ti ke qenë presidenti i shkollës 9 vjeçare Ismail Qemali, dhe një president i një shkolle ka pretendime për veten, jo për të tjerët. Si mendon për ecurinë tënde si gjimnazist? Atëherë, ato arritjet që unë kam qef me pas janë me marrë shkollën me rezultate sa më të larta, mos me lanë muzikën sigurisht, edhe me studia paralel. Ndoshta si jo rrugë kryesore muzika, por diçka që e kam brenda vetes edhe mund të shfrytëzoj kur du. Ti ke një familje që të përkrah shumë, madje ke edhe një motor që ka ecur dhe ajo në rrugën e famës, Klajsa. Besoj se nxisni njëri tjetrin për këto anët artistike edhe të mësimeve natyrisht. Po, sigurisht janë ato eksperienca që Klajsa ka pas, edhe mund thet ku me pas kujdes edhe ku me pas me ken ma vetvetja, ku mund me ken pak ma i sforcum, edhe mësoj shumë prej saj. Si e mendon vitin 2026? Do më thënë, ke disa piketa, ke disa mendime ku mund të marrësh pjesë, sepse ka aktivitete që organizohen tradicionalisht dhe ti e ke një mendim që kohë më parë për të marrë pjesë. Them unë, nuk e di se si. Janë mjaftueshëm aktivitete që kanë me ardhë, edhe shumë shpejt do të shihena prapë. Kaq mund të them. Dhe unë nuk pres më shumë. Vetëm pres të shoh në skenë, dhe unë uroj që të marrësh pjesë edhe në festivalet tona, në festivalet e Luleborës, në festivalin e radio televizionit, që janë aktivitete. Unë shpresoj që një sy i kujdesshëm artistik
duhet të ftoj talentet të tilla të këngës, të muzikës, të arteve në përgjithësi, dhe natyrisht ju mund ta gjeni një rrugë apo një shteg të këndoni në një skenë të huaj ndërkombëtare, në një kompeticion, po është shumë e dashur që ky sy të zgjedhi këtu nga Shkodra, nga Shqipëria, dhe e ke këtë dëshirë? Patjetër, dëshira është shumë e madhe për me marrë pjesë në aktivitete nga më të ndryshmet, që aktivizohen në Shkodër, por në Tiranë kryesisht në Shqipëri janë aktivitetet që të gjitha që kanë këtu do t'i veçoja për shkak se jam të interpretuar në vendin tim. Bravo. Vetëm duar trokitja për ty. Faleminderit. Vetëm urime për suksese, për mbarësi, dhe do dëshiroja që këngët tuaja, ato që këndohen vetëm prej te, jo vetëm covera, sepse këto covera të sprovojnë shumë, ke një model, dëshiron t'i ngjash, ta arrish, ta te i kalosh në base, por kur ke këngën tënde është diçka krejt tjetër, dhe uroj që kompozitorit të ashtu siç Drena Bazi dhe Rino që kanë kompozuar për ty dhe për Drenin, të jetë kënga jote, pse jo, edhe e Drenit, dhe kështu ti të kesh këngët tuaja që i interpreton, që i lançon dhe të bëhen hita. Shumë faleminderit. Të falenderoj shumë, Klevi. Të falenderoj që edhe një djalë shumë i mirë, i thjesht, që me një modesti të mbreslënse i merr këto hapa dhe asnjëherë nuk mburresh, nuk vetë kënaqesh, po përkundër që të zi. Dëshiron ta dëgjosh këngën për të nxjerrë të tjera gjëra që të frymëzojnë për të realizuar gjithmonë gjëra të bukura. Kjo është të ecësh. Dhe unë të uroj një rrugtim shumë të bukur artistik. Të falenderoj shumë. Do ta kujtosh këtë studio, Mirëmëngjes Shkodër, atëherë kur të bëhesh ende më i madh. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit ty.